Zgjedhjet parlamentare në Serbi mund të mbahen më 8 qershor. Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se në kuvendin popullor do të konfirmohet dorëheqja e kryeministrit Miloš Vučević dhe se nëse brenda 30 ditëve nuk formohet qeveri e re, zgjedhjet mund të mbahen të dielën e 2 të qershorit. Ky është rezultati një proteste në të cilën sipas policisë janë mbledhur 107.000 persona, kurse sipas protestuesve më shumë se 300.000 njerëz. Këtë situatë profesori serb Žarko Korać e përshkruan si të ngjashme me atë të Slobodan Milošević. Ai sundoi në mënyrë sovrane për 10-11 vjet nën kontrollin e SBI-së plot, kontrollin e mediave dhe terrorit politik në qytetet e vogla në mban Serbisë. Tani kemi një situatë disi të ngjashme, tha Korać, profesor universiteti dhe ish zëvendës kryeministri i Serbisë. Ai u shpreh gjithashtu se korrupsioni në Serbi është i madh, gjë që u duk edhe në shembjen e intende Novi Sad ku vdishën 15 persona. Korać gjithashtu ka theksuar se populariteti i Vučić po bie dhe se ai është në mbrojtje të plot politike dhe pse pretendon se asgjë nuk ka ndryshuar. Aleksandar Vučić po përpiqet të mbaj pushtetin me çdo kusht. Unë nuk e vlerësoj dot nëse nuk e sheh atë që po ndodh, apo thjesht pretendon se nuk e sheh dhe po bën një rezistencë të tmerrshme, teksa hëngri kaq shumë njerëz gjatë gjithë kohës së regjimit të tij, me marrëzit dhe ofendimet e tij, deklaroi Korać. Ndërkohë raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Tonino Picula, tha se pyetja është se sa do të zgjas bashkëtesa konfliktuale dhe aktive e dy sistemeve që në një farë mënyrë ecin paralelisht.